pe atë moment, moj Greta, e pe apo se pe atë moment, çfarë bëjnë lekët, moj Greta? Që bëni? Nuk mund të shpjegoj më bukur se kaq. Po që drejt në dashuria. Ishte moment shumë simpatik, të paktën duket se ka një tjetër hap miq të dashur sa i takon konferencës ndërqeveritare në Bruksel. Tani fillojnë detyrat që duhet të plotësojë shteti dhe kemi një kuriozitet pikërisht në këtë aspekt mëngjesin e sotëm. Ore, dakor gjitha, po standardet europiane si arrihen? Na e tregoni pak në 069 27 22 27 është numri i telefonit ku më presim gjitha opinionet tuaja lidhur me temën e ditës së sotme nëpërmjet mesazhesh ose telefonatash. Si arrihen standardet dhe pse qeveria po flet gjithkohës për faza përmbyllëse? Faza përfundimtare, nuk e di, çuditshme është edhe pse nëse bëjmë krahasimin me Malin e Zi, parakalimi ka qenë i llatarshëm. Miq të dashur, por ne shpresojmë sigurisht të arrijm standardet mbi gjitha për të qenë pak vend normal me apo pa integrim këtu me njëri tjetrin, edhe pse gjërat duket se po shkojnë gjithmonë e më çuditshëm në çdo aspekt, madje edhe ditën e djeshme doli kryeministri dhe tha që çështja e pronave mbaron deri në 2029. Deri në 2029, jo deri në fund të këtij viti. E kishte seriozisht. E mendon të vërtetë. Por sigurisht kjo mund të ketë shumë gjëra. Do të nënkuptojë një sakrificë më të madhe nga oligarkët e kryeministrit me shpresën që ata t'i kenë marrë gjitha tokat deri në 2029. Aha. Nëse ka fjalën për këtë, atëherë jemi shpresë plot. Jemi drejt asaj rruge, përpjekja është e madhe, monumentale, serioze, konsistente. Miq të dashur, ndaj duam të dimë mëngjesin e sotëm standardet europiane. Si arrihen? Na e tregoni pak në 069 27 22 27 2 shoh disa mesazhe. Kemi një telefonat në dim më një herë. Dhe unë se ta presim. Hajde një. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Ma flavi ku i Talibanit Shqipëri e Syrit. Ja, këtu, në Kabulistan. Në Kabulastir. Të quhemi Taliban është pak... Po me standarde europiane, ama jo kështu. Pra. Ne jemi bërë Taliban të shi. Edhe i plotësuam standardet. Dhe për të ishte kas, standardet europiane plotësohen me drejtat e njeriut. Duke plotësohen gjitha drejtat e njeriut. Mendoj unë. E kuptoj. Qëndron. Po për shembull edhe Jurgis Qyrbja ka drejtat e veta të njeriut, nuk mund t'ia shkelim të drejtat. E ka dhe ai pavarësisht se gjatë kohës që ishte deputet strahonte njerëz të kërkuar për krime të rënda dhe dekonspironte operacionet të policisë duke nxjerr sekrete shtetërore që kanë sjell pasoja deri në humbje jetësh. Dje Partia Socialiste pasi dekoroi babin e Gys Agasit, ose Gysin vet, po në emër të tij e mori babi Gysit. Dekoroi e pabesueshme për vërtet edhe Jurgis Qyrbja. E pabesueshme, por e bën vërtet ditën e djeshme. Ja dhe Jurgisi që sapo ka veshur këmishën e re pas burgut. Sa ka dalë i freskët fare. Shipe është, as i nxirr nuk është. Është bardosh nga qelia. E pabesueshme miq të dashur, por nuk kemi çfarë bëjmë. Duket se Partia Socialiste ka vendosur të heqë dorë qoftë edhe nga formaliteti i një dekori të pseudo-shtetit dhe ka vendosur të dalë hapur se nga kush e do mbështetjen dhe kë mbështet. Shumë vërtet. Dakor të se lumtur Jurgisi, pa edhe ti e lumtur do ishe Greta. Po patjetër. Po të bëje 2 vjet në Pojsk për tradhti ndaj Aldeut edhe pastaj dalësh të marrësh dhe dekorat. Dhe të vlerësohesh apo këtë. Edhe bëj edhe në lek rrugës. Këtë do i kisha bërë tash. Do ishin bonus absolutisht. Megjithatë, rikthehemi pak miq të dashur tek puthja më e famshme e momentit, krahasohet me veprat e artit, por është thjesht Marta Kos. Nuk ishte Gustav Klimt. Jo, nuk ishte e Klimtit, nuk ishte asnjë nga puthjet që kemi parë në kinematografi, nuk ishte asnjë nga ato puthjet e kohës së Enverit në për filma kështu. Ishte një e mirë. Ndoshta do jetë nga pjesa franceze e Brukselit. Ta ndjejmë pak, lutem, e pak puthjen.
Po buqeshe, po gëzimi, me qëtë. Faleminderit regjia. Faleminderit regjia sot që keni një formë të latashme. Interesante është ndodh kjo gjëja, kur ke paguar për një orë dhe të kanë mbetur dhe 55 minuta. Nuk e di për çfarë ke fjalën. Dhe vazhdon flet për integrimin, pastaj se çfarë dëshin do bësh. Ç'do bësh? Iku burnia mas 5 minuta se çunat e kuptojnë këtë batutë, ndërkohë ne si arrijen standardet, do e zbulojmë sigurisht pasi Greta të na shpjegojë mbi gjitha se çfarë ka ndodhur vërtet, cilat kanë qenë zhvillimet kryesore për këtë mëngjes, miq të dashur, mbani frymën, hapni veshët, prisni Gretën. Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha denoncoi dekorimin e babait Ergys Agasit, Bardyl Agasin nga Edi Rama në Durrës. Berisha tha se ky është një akt i rëndës servilosjes publike ndaj Agasit, pasi Rama dhe familja e tij janë pengje të krimeve të veta. Gjithashtu Rama ka dekoruar me certifikat mirënjohje ish deputetin e Partisë Socialiste, Jurgis Çyrbja, i sapo dal nga qelia dhe i dënuar me 2 vite burg nën akuzat për lidhje me grupet kriminale. Është shtyr seanca e parë pas ndarjes së gjykimit për të pandehurit ku bën pjesë Erion Veliaj dhe bashkëshortja e tij Ajola Xoxa. Shkaku bë mungesa e disa avokatëve, ndërsa vet Veliaj nuk mori pjesë në seancë. Gjyqi pati debate me SPAK dhe avokatit Plaren Dreca mbi aktet hetimore, ndërsa mbrojtësi Veliaj të refuzoi të komentonte për mediat vendimin e gjykatës kushtetuese. Rruga në Mengel të Elbasanit, ku aksidentuar për vdekje fëmia 7 vjeçare, është një nga zonat më të rrezikshme në vend. Banorët denoncojnë se në këtë vend janë bërë vazhdimisht aksidente të rënda, por autoritetet kanë refuzuar për të plotësuar kërkesën e vendosjes së një mbikalimi. Ndërkohë, autori i këtij aksidenti tragjik, regjizori Petri Bozo, ka deklaruar para efektivëve të policisë se ka qenë duke udhëtuar me shpejtësi të ulët dhe nuk e ka parë fëmijën në rrugë. Hetimet për vrasjen e një 26 vjeçari në Barletat e Italisë në 2025 kanë zbuluar një grup kriminal të përfshirë në trafik droge dhe pastrim masiv parash. Grupi Igli Kamberit u godit nga një operacion i përbashkët i SPAK dhe i antimafias, ku në total u lëshuan 15 urdhër arreste. SPAK sekuestroi prona, makina dhe llogari bankare, teksa u sekuestruan edhe 1 milion euro kesh, që sipas SPAK pritej të pastroheshin në Shqipëri. Zyrtarët e antimafias thanë se burimi i fuqisë së mafias shqiptare është Tirana, ku kanë asetet ekonomike dhe ku strehohen. Televizioni austriak ORF i ka kushtuar një kronik të zgjeruar skandalit të Akshit dhe projektit Diella, duke theksuar se institucioni shqiptar ndodhet në fokus të drejtësisë për abuzime me tendera dhe favorizim kompanish pranë pushtetit. Sipas ORF-s, ish drejtuesit e Akshit janë nën masa sigurie, ndërsa në dosje përmenden edhe kërcënime, intimidime dhe përdorimi grupeve kriminale për largimin e konkurrentëve nga tenderat publik. Internacionalja Demokratike shëndrës suron kreun e Partisë Demokratike, Sali Berisha, për rikonfirmimin si kryetari i kësaj force politike përmes një referendumi të antarësisë. Në mesazhin dërguar kreut të PD-s, organizata IDC thekson se ky rezultat pasqyron mandatin e Fortë Demokratik dhe besimin e dhënë Sali Berishës si e vetmi alternativë demokratike e aftë për të çliruar Shqipërinë nga regjimi i Ramës. Rikthemi në studio, miq të dashur, flasim për standarde, edhe pse duket se nuk i lanë festonin tamam. Ishin pak këndshëm këto ambasadat, veçanërisht vendet kryesore të Bashkimit Evropian si Hollanda dhe Gjermania, të cilët i pe me Greta xhpën, i pe ndërsa mbaruan konferencën këta. Urime tha, por kusht për negociatat, korrupsioni dhe imuniteti i Ballukut. Nuk është se ishte diçka e re në fakt. Po ne që prej marsit nuk e di pse nuk shohim, as nuk dëgjojmë, ose bëjmë sikur. E ka kapluar një heshtje e fortë Belindën, por edhe gjithçka rreth Belindës. Jo dhe aq e fortë Belindën personalisht. Jo. Belinda është duke promovuar. Po i çan tortat e fjerit aty. Sektorin e bujqësisë, po. Po ja të shohim se ç'thot ambasada gjermane
në Tiranë. Me rastin e konferencës ndërqeveritare me Shqipërinë në Bruksel, ambasadori Karl Bergner deklaroi: arritja e objektivave në grup kapitullin Fundamentals përbën hap të rëndësishëm në procesin e antarësimit. Shqipëria është pjesë e familjes europiane, ndaj Gjermania mbështet fuqimisht antarësimin. Një shtet ligjor i fortë, mbrojtja e drejtave themelore dhe një demokraci pluraliste janë thelbi i vlerave. Kësaj hapat përpara përcaktojnë shpejtësinë e Shqipërisë në rrugën drejt BE-s, ndaj arritja e objektivave të ndërmjetme përbën piknisjen për hapat më teshme. Respektimi i pavarësisë së drejtësisë dhe lufta pa pengesa e korrupsionit. Pra ti mund ta luftosh, por do ta luftosh pa pengesa. Për çfarë çash pengesa? Në këtë rast, kam parë të Luiza Gega. Ashtu, edhe në rastet e nivelit lartë janë kushte të pa negociueshme, na thonë këta mos që janë dhe këta ca të bezdisshëm. Përshëndetje dhe respekte standardet me sa di ndër shumë kushte që duhen plotësuar nga ana e qeverisë janë dhe pronat. T'ju sjell dy rastet mjet personale, e ka simpatike. Kam bler një sekond, lutem mos u mërzit. Kam bler një shtëpi në Durrës në vitin 2008 në plazh, që në themel. Kam mbaruar në vitin 2011 kompleks pallatesh me 350 hyre. Akoma nuk kemi certifikatat e shtëpiave. Që në 2008 e 11. Ndërkohë kemi disa toka si trashëgim nga gjyshi në fshatrat e Lushnjës, mbas 17 vitesh gjyqe të gjithë shkallave, gjykata na e njeh pronën dhe jemi pronar toke, por shteti na thotë që për kompensim tokat lira kemi në Kukës dhe Librazh. Ndërkohë me shpenzimet totale që kemi bërë, e kishim bler 2 herë tokat tona në Lushnjë. Kur e vepër mund të ndodhi vetëm në këtë vendin tonë. Ne ata mirëpresim një telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kemi. E kam në WhatsApp një telefonat, kështu që Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Desha të bëj një pyetje, po ka mundësi. Po ta bësh, Ai që dekuroi zoti Rama, mos ishte Netanyahu, sa ai në fiti janë të Netanyahu. Jo, Agasi, i vjetri. Pra. Ai janë të Netanyahu. Mund të jetë ngatruar të Rama, çfarë s'bën bagi. Faleminderit shumë, mirupafshim. Faleminderit, përshëndesim mikun tonë, ndërkohë regjia nuk e di nëse e kemi sërish. Na e konfirmot, lutem. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëserdhje. Shkëlqenje të dy zot. Faleminderit. Me zezën më potente. Faleminderit. Po Greta, jo Gerta. Mos e përjeto tash. Nuk kam dëgjuar këtë. Faleminderit zotrim. Si arrihen standardet europiane? Po, duke krijuar kushte më të mira për popullin tënd, më qeveria ndritur. Gjatë gjithë këtyre viteve demokraci, asnjë qeveri nuk ka miratuar minimumin etik, që është kryesore. Dhe për mendimin tim gjitha qeverit, vetëm për këtë nuk meritojnë asgjë nga populli shqiptar. Vetëm për minimumin etik, kaq. Dhe nuk lere standardet e tjera të hyrshme dhe me nuk barojnë. Po këto gratë evropiane more Flavio, si vetëm i turën e Tiranës për ta kodur të gjitha, si ka mundësi mos për. Është i pa rezistueshëm. Por jo në asdi. Faktikisht për çështjet ndërkombëtare për politikën e jashtme, kjo qeveri ka arritur disa standarde. Në ndërsa për brenda këtu për popullin shqiptar është zero. Kur do vi që një përndrysje e madhe e elitës politike ndër vite. S'kemi gjë me këtë elitë. Dashna e majta, dashna e djatha janë po të njëjtit që kanë 30-40 vjet dhe i bien nuk e di edhe vet kanë një farë ndërtjegje që shikon që populli vonë edhe këta akoma rrinë, akoma do të rrinë dhe nuk bën një farë një tërheqje, një që të thonë bollë më buri dhe. Lërë dikush tjetër që ta çojmë më para, të që kemi arritur, ças kanë arritur asgjë, po e majnë gjithë që kanë arritur. E kuptoj. Dakor, faleminderit. E përshëndesim mikun tonë, ne postojmë në një tjetër prefiks të çuditshëm. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Më thoni. Ju përshëndes ju dy më të suksesshmit. Mos thash. Thank you.
ku ishte tema, ju shkrua një Standardet, si arrihen standardet? Do të iku nga shtëpia po në punë, por pata fatin që të arrit të kyçem standardet europiane, apo si? Po. Si arrihen? Si arrihen? Ne kemi lindur të gjithë në Evropë dhe jemi në zemrat e Europës si shtete shqiptare, si shtet shqiptar. Por ne ua kemi dhënë të tjerëve. Ju kujtohet ajo intervista kryeministrit që s'po më ja emrin mja përmend mu. Ja them, kur tha se nuk mund ta imagjinoj që të futemi në Bashkinë Evropiane pa Serbi. Ta. Serbia e fundosi vetën. Tani ku do shkon ky? Të kapët për Slovenën me putje për qafime që ajo vetëm e shiqonte edhe i thonte kry punët e tua, po ky nuk është i kry. Këto mirënjohje që ja shpërndan këtyre njerëzve, s'kam kur gjo kundër të gjithë që janë shqiptar, pikë pari. Dhe jo shqiptari respektoj shumë se vetë jetojmë përëndim 20 vit. Okej. Dhe që të them, opinionin tënd. nëse ti edhe unë, edhe ai tjetri, nëse ne nuk e mbajmë shtëpinë tonë, popullin tonë, vendin tonë, kush do na doj neve, o vlla, o motër, o gjysh, o mamo, çfarë të them? Kush do na do neve? Amerika nuk të don kur ti e shty popullin tonë. Kur ti e prish vendin tonë. As Kina nuk të don, as Rusi nuk të don, as njeri nuk të don nëse ti nuk je për vendin tonë. Kjo është duke na shkatru, jo vetëm Shqipërinë që e ka prunë në buzë të grëmimës. Ky do e shkatroj edhe Maqedoninë, do e shkatroj të gjitha ka shqiptarë. Në Kosovë ka fut duart terin në krah. Në tani edhe në zgjedhje. Tënë flasin se Serbia është duke u angazhu në zgjedhjet e Kosovës, lere Serbinë që ka t'i bëjmë ne tonëve vetë. Ne jem të prit, ne jem të shkatru vendin. E drejt, zotërit. Herën e këtë të fundi, se nuk kem kohë dhe duhet edhe puna në pretë të gjithve, njashtu sikur edhe ju që punoni këtë aeroportin e Vlorës. Ja pra, e fitoj në gjykat lartë Pacolli. Po, o vlla, më dëgjoj me vëmendje, unë e flas në emrin tim personal, jam njeri i thjesht, privat, një punëtor. Aeroportin e Vlorës, që nga themeli, që nga fizibiliteti, është bërë për të shkatruar faunën e atij territori nga rusë dhe serbë. E kuptoj. Aeroporti i Vlorës është i paguar, i ndërtuar nga rusët. Çdo aty kur fillon ndalimi i luftës në Ukrainë, të gjithë luftëtarët rusë kriminal, pazargji, të gjitha i kanë të rezervuara në tër Bregdetin deri në Ksamil. Tokat e tyre, të gjithë kanë me zbarku në Vlorë. Mbetet për të parë, por paralajmërim interesant këtu. Faleminderit zotëri. Leri vlla këta që i kanë shit vetëm. E kuptoj. Se u mërzita. Faleminderit. E përshëndesim mikun ton, ndërkohë do të ecim me të tjera mesazhe pa humbur kohë. Mirëmëngjes për të dy, nëse dim ç'është dashuria, ai ka femra boll, ka me çati mbaj. Ne nga një grua kemi me zi po i mbajmë, thot Petriti nga Puka, që ishte një moment zilie Petrit. Dakor, Petrit e bashkëndajmë. Mirëmëngjes Zilin, Greta Zilin. Vendi ynë me këtë qeveri që ka në krye Talebanin do të arrijë standardet europiane ande nga vitet 2050 kur BE nuk do ekzistojë. Si ka mundësi që ky tipi dekoron banditet, kriminalët, hajdutët e taksapaguesve shqiptar, besimtarëve musliman, i urojmë gëzuar Kurban Bayramin. Gjithashtu. Po ndërkohë, më pëlqeu shumë një përpjekje e dëshpëruar e Salianit edhe këta amerikanët sikur e ruajtën. Doli tha, është farsë kjo rikonfirmimi i Berishës së referendumit. E tha prapa po
Prej se dielës. Doli dhe me një argument të ri. Okay. Doli tha se ka uruar as kushta dhe prandaj kjo tregon që është fars dhe nuk kaluan as 3 minuta dhe Bashkimi Ndërkombëtar Demokrat, gjithë partitë e djathta, thanë, urime. Sikur e kishin rujt të shkelin, si eci, nuk ishte koordinuar me miqtë vet në Amerikë. Gjë argument pas ka gjetur. E tentoj. Një argument të Ben Blushit kur përpiqet vërtetonte se Zoti nuk ekziston, sepse nëse do të ekzistonte, edhe kafshët do të kishin emocione. Ndërkohë ka studime pa fund për treguar edhe të kundërtën. Nuk e dim çfarë tash të. Megjithatë, nëse më pëlqen krahasimi Ben Blushi, Saliani, të dy nga liberalët e Dardhës janë. Ka qenë një konferencë, një lëvizje liberalët e Dardhës, po. Atë frym kanë. Mirëmëngjes, Syri, mund të bëj një kërkesë Kosit që pas hyrjes në Europë të vi me mua të ngjitemi Tomorit, të kalojmë një fundjavë tek teqeja e baba Tomorit. Fokusohemi, ju lutem. Jo, një sekond, varet sa mundësi financiare ke për ta paguar një gjë tillë. Për Pashkët në Greqi u therën 2.800.000 qingje keca. Po që në help për kurbanin në Shqipëri sa do theren? Ne kemi marrë se disa kuintal, mish nga Brazili. Qingja dhe keca nga Brazili sa të duash. Ndërkohë, një mesazh tjetër na thotë, bashkëduk Sorosin, komunizmin këtu s'bëhet asgjë, s'ka standarde. Jetojmë në kohën e kolerës dhe duhet kuruar, pastaj flasin për Europën. Duhet zhdukur virusi, ai që ka sjellë këtë gjendje nuk na çon në Europë, ai ka zhdukur çdo standard. Nuk luftojnë korrupsionin, të korruptuarit, nuk luftojnë drogën, trafikantët, nuk arsimojnë të paarsimuarit, nuk ka zhvillime të paditurit, nuk ka Evropë pa ujë të pishëm në shtëpiat tona. Ore çfarë bëhet me atë ujin nga Vlora? Herën e fundit që pyeta dhe kontrollova, thënë që kishte sërish probleme. Pra probleme? Më se të prova tash duhet sigur. Po e teproni seriozisht. Jo, thjesht nuk po e teprojmë duke u ankuar se kemi pak mendje te kjo situata në Pish Poro Nart. Në Pish Poro Nart ku i bukur i rrethimi që thjesht mbiu, simpatike shumë. Goxha simpatike. Mbetet për të parë se çfarë po ndodh atje. Ka pasur një protestë ditën e djeshme në fakt pranë Ministrisë së Mjedisit, po do të shpresoja të kishte më shumë reagime. Po e para të reagojnë në Vlorë njerëzit, pastaj në Tiranë. Po reagojnë. Ka dhe atje një nismë. Me vërtet? Pash ato. Ka gjithmonë hapësirë për më mirë. Okej. Ka shpresë për më mirë. Greta, do filloj të merrem unë me ato protestat dhe do shohësh si do bëhet. Nami. Unë do merrem me një telefonat që e kemi në studio. Ja ta mirpresim. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirë se vini. Ju uroj shëndet të dyve. Faleminderit gjithashtu. Ju uroj Zotin. Jam një qytetar nga Tirana. Do bëj një pyetje decisive. Në cilin shtet botës janë bërë tretat e president, përveç se në Amerikë. Edhe në Itali. Për arsye se edhe këtij palloshit i ka ardhur rradha me u eliminu fizikisht. Po jo. Politikisht, hajde dhe fizikisht. Një nga e domosdoshme. Duhet eliminohet fizikisht. Ja, të tre, përshëndesim mikun ton. Ndërkohë, të spostojmë pak në veri. Spostojmë patjetër. Të dëgjojmë ca komente nga veriu, për shembull, një qytetar nga Tropoja dhe një nga Kuksi. 304, në lutem. Tropoja i parë. Kena me met, sikur ke met Tropoja aty ku jetoj ju. Burre gru, as i fëmijë si ki aty, ton kanë ikë. Kuksi gjatë gjithë fushatave është përdorur si Kuksi është qyteti i mrekullive, Kuksi është qyteti i pasurive me radhë. Por është më i vjedhuri, ashtu si Shqipëria, po këtu vjedhet sy për sy. Këtu ishin nga takimet e radhës për reformën territoriale, ndërkohë do të dëgjojmë pak komplimente për Ramën, se rrallë transportojmë këtu, po ti dëgjoj. Pas këtyre dy qytetarëve të nderuar, ta dëgjojmë për shembull Marta Kosin, pesën. Juaj vërtet e dashur Marilena, pa ju, ky sukses që kremtojmë sot nuk do të ishte i mundur, por edhe pa punën tuaj i dashur kryeministër Edi Rama. Jemi këtu për shënjuar një hap të madh të Shqipërisë në procesin e anëtarësimit. Pas malit të zi në 2024, Shqipëria është një e dyta nga vendet tona kandidate që ka plotësuar piketat e ndërmjetme të shtetit të së drejtës caktuar në vitin 2024
tetor. Dhe kjo është një arritje për të kremtuar, është vlerësim i një pune të madhe prej më shumë se një dekade, sepse nuk është diçka që ndodh brenda ditës. Kështu që kur konfirmojmë këto piketat ndërmjet me mbështetjen e së drejtës, konfirmojmë që puna juaj e 10, madje edhe më shumë viteve në këtë fushë ka qenë e suksesshme. Janë miratuar ligje për të mbrojtur të drejtat themelore dhe grupet në nevojë, hapa vendimtare janë hedhur për të siguruar që të gjithë shqiptarët të kenë të drejtë për një proces të rregullt ligjor. Kemi parë vetingun e qindra gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe e tepruan pak aty ke vetingu. Me çfarë fjalët e vetingu? Çfarë sot? Sot është e mërkur. Kemi një veting sonte. Në plugu. Në plug? Në plugu kemi një veting. Në 21:30 në ekranin e Syrit Televizion, ose mund ta ndiqni në YouTube. Kemi një veting edhe më thelluar, kemi bërë një veting për Altin Dumanin në këtë emision. Sonte është vetingu total i Altin Dumanit dhe e ftojmë atë ta ndjekim, meqenëse ja kanë bërë në KPK dhe në KPA. I ftojmë dhe sigurisht antarët e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe të Apelit që ta shohin. Madje ftojmë dhe zotin Theo Jacobs, shefi i misionit të OMN-s, monitorimi ndërkombëtar për procesin e vetingut, e ftojmë atë ta ndjekin ja si duhet ishte bërë vetingu i Altin Dumanit dhe cilat janë pikpyetjet, drithijet në fakt të Altin Dumanit dhe të pasurive të tij të shumta. Pse nuk ka vetëm një vil që nuk ka vetëm vilën që i ka dhënë kisha. Ka më shumë se një vil. Nuk e di, ka dhe një shtëpi që ja ka dhënë xhamia, por e preferuara ime janë ca toka që ja ka dhënë teqeja. Nuk e di, ai dhe Zoti pas kanë një marrëdhënie. O Zot, nuk e di. Por pasi dëgjuam këto fjalë të mrekullueshme nga zonja Marta Kos, nuk ju mbyll goja këtyre zyrtarëve të antimafis italiane dhe të njëjtën ditë thanë këtë gjë, 9-ën. Operacioni na lejon të bëjmë një analizë të kriminalitetit shqiptar. Organizatat kriminale të huaja më të përhapura dhe më të degëzuara në Bashkimin Evropian. Bëhet fjalë për një fenomen sa alarmant, por edhe që është nënvlerësuar. Këto grupe kriminale prej kohësh janë konsideruar si njerëz të përdorur nga grupet kriminale, organizma që merreshin me prostitucion apo që merreshin me emigracionin ilegal. Sot realiteti na tregon se kemi të bëjmë me një entitet kriminal të strukturuar dhe të organizuar, i aftë për të marrë rol kryesor në trafikun ndërkombëtar të drogës, një kriminalitet që vepron në skenën globale që ndërvepron me organizatat mafioze më të rëndësishme si në nivel kombëtar ashtu edhe ndërkombëtar. Këto grupe në realitet nuk janë thjesht organizata të dedikuara trafikut të drogës, por transportues edhe janë bartëse të një fame kriminale, e cila buron nga një matricë fillestare me karakter mafioz që është formuar dhe stabilizuar pikërisht në Shqipëri. Grupet kriminale shqiptare janë grupe kriminale që veprojnë në lidhje me realitetet të caktuara territoriale shqiptare dhe që kanë arritur të marrin leadershipin fal territoreve shqiptare. I pas kemi arritur standardet europiane kriminale. Në standardin kriminal të Europës jemi aty një telefonat nga SBA-ja. Ta mirë presim një se kam nga SBA-ja. Qa ta bëjmë? Ta lëm këtë. Klavi Gjojta, përshëndetje. Mirëmëngjes. Me çfarë standarde si është të çështë të mëdit? Po si arrin? Në standardet i kemi arritur, por ishte marshimi dielën në ato gejte lesbike dhe eksponese. E për çfarë standardet kemi arritur? E pash. Pensioni 70.000 lekë, 80.000 lekë. Inceneratori atje që funksionon për në ato metorinët. O, ti mire ke për këtë inceneratorin. Dëgjoj, ndaloj një sekond këtu te inceneratorin. Ma e pak foton. E ke ekranin para, shive pak foto numër 2. Po, të shohim. Shive pak foto numër 2, regjia. Përndet Greta që e përkthen në gjuhën e shenjave. Ora, ky dokumenti i miratuar para pak javësh, që thot miratimi i shtyrjes së afatit për ndërtimin e landfillit dhe inceneratorit me subjektet Integrated Energy BV SPV, po. Pra, një sekundë. Këta që thonë është ndërtuar, s'është ndërtuar? Dhe e bëjnë me të njëjtën kompani që është në kërkim? Fiks po. Fiksa, i kemi arritur standardet. E vërtetë. Edhe 7.000 lekë pensioni, 8.000 lekë pensioni, 2.500 lekë nafta.
ai shkon në ulët të gjunja ashtu ku dorën e kusadorja ne atje të ja hik dorën atje. Çfarë bën mo? Çfarë standarde të tjera bën ana mo? Jo, e të pruam. Faleminderit. E përshëndesim mikun ton nga SBA-ja, ndërkohë nuk e di nëse e kemi. Sem diçka shumë interesante. Më thuaj. Është për ty dhe për Salianin. Edhe për mua dhe për Salianin. Po. Sa janë gjasat që të ndodh. Afro, një sekond. Edhe për mua dhe për Salianin, the? Po. Plan portret, lutem regjia, ndërkohë që rregulloj diçka këtu. International Democracy Union. Afro. E cila drejtohet nga Partia Republikane e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me presidentit Donald Trump, ka bërë një reagim zyrtar duke vlerësuar rolin e profesor Dr. Sali Berishës në drejtimin e opozitës shqiptare. Përshëndes Salianin me ballukët e ballit moj mbi si të kanë rënë. Si hënë mbas të lutem. Si janë e pabërë? Në udhëheqjen e tij, ka thënë IDU, Partia Demokratike e Shqipërisë do të vazhdojë të mbajë qeverinë socialiste nën llogaridhënie dhe do të luftoj për të siguruar që vendi të përmbush të gjitha kriteret e integrimit në Bashkimin Evropian. IDU-ja kështu? IDU-ja. Udhëhiqet nga Partia Republikane. Po këta për çfarë servilosën, se ky s'ka gjendor. Por mbase ka drejt. Por ndoshta kanë drejt. Dakor, të flasë si keni një, i tham kosit mos pi vend 33.000 euro se nuk di qa flet, thot Moza. Me atë lloj vere, Moza, të fillon të rrinë rroba tepër. Kishte bërë plazh, më vetëm. Kishte bërë plazh, ha? Me Edin. Qose ka bërë me Edin, është nxirr aty ku s'ta merr mendja. Dakor. Kemi një telefon në studio. Mirëmëngjes. Ju përshëndes të tyve dhe ju uroj një ditë të mbarë. Gjithashtu, zoti. Flavio. Urdhro. Ky kryeministri ynë nuk lufton për standardet e Shqipërisë dhe shqiptarëve, po ky lufton për standardet e veta, duke harxuar jo miliona, po miliarda euro për të fituar përshafime, puthje, skena të vështira që kam parë dje të neveritshme, që më duk se nuk ishin një takim institucional, por kur ishte një qokë familjare. Edhe në për qoka familjare, nuk e puth do të ashtu gru në hujore. Nuk kuptoj vetëm një gjë. U bën 15 vjet që ky njeri nuk po udhëheq në vend, po shkakton krime kundër njerëzimit dhe një gjë në këmbë nuk po i hyn. Është e paimagjinueshme dhe e tmerrshme. Por ky njeri luan, masakron, ordonon, vjedh, fyen të popull dhe vazhdon të puthet nga brenda dhe nga jashtë në mënyrën më të pacifike dhe më të paturpse. Shiko, ky njeri në aktivitetin e tij anti-shqiptar ka çuar në maksimum mungesën e ekzistencës së këtij vendi. Ky vend në përgjithësinë për politikanë diskutohet që ky emigrimi i këtij vendi po bën çu por nuk duhet të jetë kaq e thjeshtë. Njerëzit duhet të jenë shumë të përgjegjshëm, politikanët shumë të përgjegjshëm, intelektual, pedagog, akademik, rrinë kokullur dhe struke dhe për kafenetën bremit në vend që duhet të dalin dhe të deklarohen për përgjegjësitë që kanë si intelektual ndaj këtij vendi dhe ndaj këtij populli. Kam ndjekur zotin Çara dje, a partije tek juve, e respektoj shumë, është njeri shumë i rregullt, intelektual shumë i mirë. Por nuk më pëlqeu në interpretimet e tia karshi këtij njeriu. Të gjitha më që tha që dronin. Por nuk sa një gjë. Pensionistët do të takojnë më shumë dhe edhe pse ka probleme e tjera, po të marrin fryrën e administratës dhe këto mund të ishin për pensionistë. Jo më zotëri, nuk është ashtu. Duhet të bie më drejt. Ky njeriu murr vjet se të ka siguruar buxhetin historik të Shqipërisë 8 miliard e 200 milion euro. Ku janë gjatë një viti këto 8 miliard? Nuk u rritë rroga, nuk u rritë pensione, nuk pati ndonjë vepër madhore që të paktën jo 8 miliard, po të bënte 1 miliard ose të bënte 500 milion. Asnjë gjë. Atëherë unë bëj pyetjen. Por ti kryeministër, se zoti nuk i thep dot, sepse nuk është zoti kryeministër. Por ku janë këto 8 miliardët njerëz? Por zotri ku janë? Ku shkuan 8 miliardët? Dhe këta politikanët tanë, këto të opozitës,
jo që nuk duan, po da njeri ka pindetjel, jo për jo thelo kërkoj shtëtri, ku janë 8 miliard euro, ku shkuan brenda një viti. Pyetje e drejtë dhe shumë e shtrenjtë kjo pyetje, falenderojmë mikun ton, ndërkohë do na duhet pak energji për të marrë përgjigje. Absolutisht, po, dhe është momenti që duhet ta pranojmë të gjithë. Që u dorëzuam. Ja, kemi të gjithë nevojë për magnez, dhe Magnedoro Liquid është formula ideale për të rikthyer energjinë dhe balancën në trupin tuaj, fal përbërjes së tij me magnez dhe përthitjes së shpejtë. Ai ndikon atje ku keni më së shumti nevojë, në muskuj dhe në sistemin nervor. Është perfekt për ditë kur keni shumë ngarkesë, kur keni stres, por edhe kur kryeni shumë aktivitet fizik. Përthithet shpejt, redukton lodhjen, mbështet muskujt dhe nervat. Magnedoro Liquid, energji, qetësi dhe performancë në një produkt të vetëm. Ndërkohë ne miq të dashur kalojmë në shkëputje publicitare, rikthehemi më njëherë pas pak.